Me fillimin e muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, janë shtuar thirrjet për të gjitha vajzat dhe gratë për kujdes të shtuar dhe kontrolle mjekësore për të parandaluar këtë sëmundje. Diagnostikimi i hershëm, sipas drejtorit të onkologjisë Ilir Kurtishi, e bën më të lehtë trajtimin. Shumica nga ta diagnostikohen prapë për fat të mirë tonin, mbi 50% me stadin e parë dhe dytë të sëmundjes, gjë që e bën më të lehtë dhe më të suksesshëm trajtimin e kësaj sëmundje. Statistikat tregojnë se 1 në 8 gra preken nga kanceri i gjirit, prandaj është jetike informimi dhe ndërgjegjësimi për kontrolle. Të dhënat e regjistruara si vjet nuk dallojnë shumë nga ato të vitit paraprak. Sheh e mirë që këtë vit për 9 muaj vitin 2025 kemi regjistruar rreth 320-330 raste me kancer të gjirit, prej tyre janë 3 meshkuj, dhe ky numër është i njëjtë me vitin 2024. Dhe mbas këtij trendi ne mendojmë që edhe fundi i vitit do të gjejë Kosovën me shifra të njëjta si vitin 2024, pra mos kalohet shifra prej 450-460 pacientëve, të cilët për herë të parë kanë këtë sëmundje. Kanceri i gjirit mbetet një sfidë serioze shëndetësore për gratë në të gjithë botën. Fushata gjatë gjithë tetorit ka për qëllim vetëdijsimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve që me vetë kontrolle e kontrolle të rregullta mund të bëjnë hapin e parë për shpëtimin e jetës.